Di për PDK-na e ke atë sistemin e njëjtë si për vetëvendosin? Shika, të PDK-ja më ka pëlqy rezultati zgjedhjeve të fundit shumë. Sepse më ka duk që PDK-ja po mundohet figura të reja shumë me shty, edhe me dërgu për para, dhe ju mundu me dhune pak në një farë përzimje me bo këtu. Dhe me Bedria Omza mërë numër një, unë mënoj që Bedria është barci listës, e di që merë vota, unë e vlerësoj Bedrin për punën kur ka qenë Ministri i Financave dhe hala kam mendimin e njëjtë për ta, tu bazua atë edhe në bankë qëndroj një kësisht kur ka qenë. Urani Smoli mendoj që është politikani më i mirë që ka Partia Demokratike pa dyshim. Një politikan i cili ka marrë degën e Prishtinës me shumë pak vota dhe ka mbri gati me dyfishu numrin e votave të PDK-s në Prishtinë, kështu që mendoj që Urani me numër 2 ja vlen. Vlora Qitaku kur ka qenë ambasadore në Amerikë ka shkëlqyer, ka përfaqësuar Kosovën në mënyrën më të mirë të mundshme. Prandaj mendoj që elektorati i PDK-s duhet me jap mundësinë patjetër Vlora Qitakut me numër 3. Përparem Gruda, po ashtu doj mendimin që është një resi mirë dhe PDK-ja patjetër, elektorati PDK-s duhet me mbështet. Arjan Tahiri nuk e kom njoft vetëm fushat zgjedhje lokale, edhe pse ka pas funksion në Mitrovic, nuk e më ka ra me njoft, e kom njoft i paraqitjeve ti në debate dhe më ka pëlqyer qetësia që ky e ka dhe mendoj që elektorati PDK-s duhet me ia jap mbështetjen. Njëjtë mendoj edhe për Arben Mustafën, mendoj që është ideal i mirë, një ekonomist i mirë. Sala Jashari po ashtu në një vajzë e re që ka qenë në parlament dhe mendoj që duhet prapë me qenë për shkak nështë edhe të përfaqësimit rinis, po njëkohësisht edhe ka tregu veten, ka dëshmu veten që meriton me qenë në parlament. Profesorin Enver Hoxha kam pas profesor Ka fol në parlament? Kush? Sala? Po ka fol. Ka fol? Ka fol. Po? Ka fol edhe në komision. Edhe pse të dy legislaturat e fundit s'mund t'i mosim me të folëm për shkak se gjithmonë kanë qenë blokad mas blokade dhe nuk kanë pas mundësinë. Profesori Enver Hoxha ne kanë pas profesor në universitet dhe mendoj që sidomos pjesën e marrëdhënieve ndërkombëtare një mirë dhe Enver Hoxha duhet me qenë në parlament. Arjan Blerta Deliu. Po Blerta Deliu Kodra, kështu e harru, edhe Blerta Deliu Kodra është deputete disa herë, po megjithatë mendoj që prapë e meriton. Dhe njëkohësisht Krasniqi, djali Jakub Krasniqit, mendoj që është ideal i përgatitëm, ideal i qetë. Altin Krasniqi, dhe mendoj që elektorati PDK-s duhet me ia jap mundësinë. Herën e parë kur ka kandiduar zgjedh deputet, pastaj herën e dytë jo, shpresoj që herën e tretë t'ia del prapë dhe të bëhet pjesë e Parlamentit të Kosovës. Faleminderit shumë, dhe më has zonën Fatime. Po. Zonën Fatime, e ndrojmë pak pozicionet.